Nëse po ndihesh i vetmuar, ti nuk je i çuditshëm, je njeri. Beta, një vajzë 23 vjeçare, ka mbi 700 miq në rrjete sociale, por askush nuk i shkruan përveç kur e ka ditëlindjen. Në ligjëratat e fakultetit ulet gjithmonë në rreshtin e fundit. Kur e thrasin emra ajo buzëqish, po asnjëherë nuk flet me askë. Në shtëpi, nana vet mendon që është thjesht e mbyllur. Vetëm dhoma e saj është vendi ku ajo është vetvetja, flet edhe me veten. Një ditë ajo i mbylli rrjetet sociale, po askush nuk e vrejti. Pas një jave, një shoqe e fakultetit tha, ku është ajo vajza që shepat emri? Kjo nuk është histori e rrallë. Është histori e shumë të rinjeve, njerëzve në përgjithësi që janë të rrethuar me njerëz, por janë të harruar nga ata, sepse ndonjëherë vetmia nuk është mungesë njerëzish, është mungesë kujtese që ti ekziston. Vetmia nuk është vetëm një ndjenjë, është rrezik real për shëndetin mendor. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vetmia kronike është krahasuar me rreziqet e shëndetit të shkaktuara nga duhani, mbi pesha e tjerë. Studimet tregojnë se njerëzit që ndihen të izoluar kanë 40% më shumë gjasa me vujt prej depresionit. Janë më të rrezikuar për sëmundjet e zemrës, ankthet dhe për vdekje të parakohshme. Në vitin 2023, OBSH e shpalli vetminë një emergjencë globale për shëndetin mendor. Prandaj, në një botë siç jemi sot, gjithnjë e më shumë të ndërlidhur digitalisht, mungesa e lidhjeve të thella emocionale po bëhet sëmundja e heshtur e shekullit. Nëse po ndihesh i vetmuar, ti nuk je i çuditshëm, je njeri. Mos mbaj gjithçka brenda. Fol me dikë, me një mik, një terapist. Kujdesuni për anëtarët e familjes të cilët i konsideroni si njerëz që janë të mbyllur në vete.